E tashmë do ndalemi në rubrikën tonë java në qytetin, një raport. Çfarë ka ndodhur në qytetin e Sarandës për gjatë një jave apo çfarë pritet ndodh, do ta mësojmë tani me Thoma Nikën këtë mëngjes. Me korrespondentin e Tiranës do të jemi së bashku. Mirëmëngjesi, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjesi, ju përshëndes nga Saranda. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi dhe së pari të dim se si ka nisur mëngjesi aty në qytetin e bukur të Sarandës dhe cilat janë disa prej aktiviteteve kryesore që keni shkëputur për t'i ndarë për ne. Ditët janë të gjitha të ngopura në diell në Sarandë, siç edhe kjo e sotme. E ajo që nuk duhet lënë ta thënë është se nuk kemi një vap bezdisë përvoluese edhe për faktin se fllati i detit bën punën e vet në zbutin e të nxehtë. E sidomos mbrëmjet janë fantastike, me fllat deti dhe aromë jodi që shijohen më së shumti me ecje përgjatë qytetores, e cila megjithse pas investimit është dyfishuar në gjerësi, ka filluar të duket e ngushtë për shkak të fluksit të shtuar televiziv. Shijen e mbrëmjes në Sarandë mund ta marrësh gjithashtu duke frekuentuar baret përgjatë qytetores apo duke u bërë pjesë e vozitjes me anije lloj-lloj që guidojnë përreth gjirit të Sarandës. Por sezoni, ndërkohë që është kënaqësi dhe çlodhje për ata që vijnë të pushojnë, është përgjegjësi e lodhje për ata që ofrojnë shërbime apo që menaxhojnë turizmin pasi ka edhe problematika. Pak të lodhje nuk mund të mendohej që Saranda të ofrohej edhe si qytet ku jeton apo pushon gjelbër, apo që plazhet publike të kenë një performancë që nuk e kanë patur ndonjëherë më parë, të pasuruar me rreth deti të hedhur edhe gjatë netëve të kësaj jave, që mëngjesi dhe dita të gjej të sistemuar sa më mirë. Ndërkohë qeverisja vendore e Sarandës ka qenë reaguese këtë javë, sidomos në një dukurie që pengon ofrimin e qytetit të pastër. Përveç që firmës së pastrimit i është kërkuar frekuencë më lartë në tërheqjen e mbetjeve urbane nga kontenjerët, është vlerësuar si nevojë dhe apelimin ndaj qytetarëve, sepse u vure këto ditë që në disa vend bazime të kontenjerëve në qytetin e Sarandës, persona që mbledhin mbetje të riciklueshme për shitje, nxjerrin jashtë koshave dhe hedhin për tokë gjitha mbetjet urbane të grumbullura, duke zbërë kështu punën e punonjësve të pastrimit dhe duke krijuar ndotje dhe terren për infeksione nga më të ndryshmet. Megjithëse strukturat e policisë bashkiake kanë vepruar në çdo rast që kanë konstatuar, është kërkuar solidariteti dhe partneriteti i banorëve në parandalimin apo ndalimin e kësaj dukurie, duke kuptuar se kështu ndodhet të mjetisi dhe largohet turisti nga qyteti, i cili bën gjithçka për të ofruar më të mirën për si edhe një qytet të pastër. Lidhja me fqinjet gjithashtu ka sjellë të reja kjo javë. Në rrugën detare Linse me Korfuzën, siç e kam raportuar, është rivendosur lëvizja, por linja e tragedeve është rikthyer me kapacitet të kufizuar vetëm me një kompani të tillë, pasi për dy të tjera të shtënse ende nuk janë kompletuar me dokumentacionin teknik dhe me procedurat zyrtare në portin e Korfuzit. Pra, prej një jave realizohen udhëtime ditore vetëm drejt Korfuzit, dhe kjo jo me kapacitet të plot, pasi tragedet e linjës Sarandë Korfuz dhe nacionet ka marrë rrëzime për të punuar me kapacitet të reduktuar për shkak të situatës së COVID-19. Ndërkaq që itinerari Korfuz-Sarandë ende nuk ka nisur të funksionojë, vazhdon të mbetet i bllokuar pra, e sipas një komunikimi të mëparshëm ishte përcaktuar shtat korriku si datë e lejimit të hyrjes në tragjet të linjës edhe Korfuz-Sarandë, por kjo nuk ka ndodhur. E madje mësohet se ka patur edhe raste që janë bërë prenotim me biletash online nga porti i Korfuzit, nga shtetat shqiptar që janë emigrantë në vende të ndryshme dhe ato janë anulluar. Këto ditë është komunikuar se zbllokimi i udhëtimit me tragjet nga Korfuzi drejt Sarandës do të ndodhë në datën 10 korrik, ndërsa ende nuk flitet asgjë për hyrjen e kruzerave me turistë huaj nga Korfuzi në Sarandë këtë verë. Në hyrjen toksore të Qafkotës, situata ka lëvizur dhe ka ndryshuar më shpejt. Atje jo vetëm që është hequr numri limiti i udhëtarëve që dalin nga Shqipëria, por ashtu siç ishte paralajmëruar, prej atë 7 korrik deri më 31 gusht, kjo pikë kalimi kufitare komunikimit me Greqinë funksionon me sistem 24 orësh non-stop, pra që ndihmon në mënyrë të konsiderueshme sezonin e kësaj vete dhe favorizon flukset turistike dhe shkëmbimet ekonomike tregtare. Stacionet e plazheve në gjithë vendin dihet se kanë prodhuar situata këtë verë, e pikërisht menaxhimi më i mirë i problematikës së stacioneve të plazhit në Bashkinë e Sarandës është bënë në objektin e një tryeze në këtë bashki këtë javë me praninë edhe të Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi. Ai kërkoi angazhim dhe marrë përgjegjësisht që të stabilizohet situata në stacionet e plazhit dhe procesi i ndarjes së tyre të përfundojë deri më 10 korrik. Numri 1 i turizmit shqiptar nënvizoi nevojën për bashkëpunim dhe bashkërendim mes bashkisë dhe ministrisë, mes agjencisë së zonave të mbrojtura të saj të Bregdetit. Në Sarandë, Vurin duke Klosi janë ende 30 parcela pa aplikim dhe pa plotësuar dokumentacionin, e prandaj është hapur sërish edhe aplikimi i dytë për të dhënë një mundësi të dytë atyre. Ndërkohë ajo ndal në 3-4 raste problematike në Ksamil e Gjep, të cilat duhen zgjidhur, tha ai, duke i bërë fre makutërisë në plazhe.
Në Tryezë kërkuaj që të ketë një standard për gjithë stacionet e plazhit sa i takon korsjatjes së kontratave, duke filluar me 1 vjeçare për të kaluar kur të jenë ka përcjellë problematikat në kontrata 5 vjeçare. Lajmet interesante kanë ardhur nga vizita e ambasadorit çek Jaroslav Ludba në Bashkinë e Sarandës, duke nënvizuar se Saranda është e rëndësishme. Ai ka bërë me dije se janë në përfundim procedurat dhe e pritshme është që në fund të verës Saranda të bëhet me konsulatën e nderit të Republikës Çekisë, e cila do të jetë para e këtij shteti në Shqipëri. Përveç kësaj, në shërbim të sezonit turistik të kësaj vere, veç dikastereve përkatëse të 2 shteteve, ambasadori Ludba tha se është nënshkruar marrëveshja e patrullimit të përbashkët të 2 policive që do të nisë në muajin gusht ashtu si në Durrës e Vlorë edhe në Sarandë. Kjo vlerësoi Ludba do të jetë një eksperiencë re që i shtohet të shërbimi në Shqipëri pas Kroacisë dhe Bullgarisë. Një veprimtari që pati vëmendjen e bashkiakëve jugor të mediave vendore, por sidomos të publikut, ishte ajo që organizua ditën e djeshme në Sarandë. Ishte një aktivitet përkujtimor dhe prezantues që u organizua me nismën e autoritetit për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, dedikuar të zhdukurve dhe të pagjiturve në periudhën e komunizmit. Impakti i parë i këtij aktiviteti në publikun e Sarandës u dha me ekspozitin që u afishua me profile të të zhdukurve vendosur në mjedisin publik përpara institucionit të Bashkisë së Sarandës. Pas kësaj, aktiviteti vazhdoi në sallë me praninë e përfaqësuesve të Bashkive të Sarandës, si Marrës, Konespolit, drejtues të Komisionit të Policisë dhe të organit akuzës, si dhe familjar të pagjeturve në këtë rajon, përfaqësues të shoqatës së të përndjekurve, gazetare të tjerë. Të pranishmit bëqën një dokumentar me dëshmi të familjarëve të pagjeturve. Zonja Agenta Arsu lanë në cilësinë e kryetares autoritetit për informim mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, prezantoi qëllimin e këtij turi me disa ndalesa në jug të vendit dhe nevojën për mbështetje nga publiku. Ndërsa dita e sotme, por edhe shtuna, për institucione që bëjnë identitetin e Sarandës, si dhe për personazhe me histori interesante në këtë hapësirë, në mbrojtje të pasurisë publike apo njerëz të spikatur në komunitet në fushën e arsimit, të polifonisë dhe të sportit të notit e voleybollit, do të mbetet e shënuar. Institucioni me histori gati 75 vjeçare i shtëpisë së fëmijëve dhe figura më emblematike e tij, drejtori Vanjel Pulla, shkolla një shekullore e arsimit 9 vjeçar Adem Sheme dhe gjimnazia Sambasini me moshë 16 vjeçare, pritet të vizitohen në paraditën e sotme nga presidenti Ilir Meta e një herësh të marrin dekorata të larta si kalor si urdhët të flamurit. Po. Sepse kjo ishte gjithçka, apo jo? Jo, jam duke e përfunduar. Po. Pasditja do të jetë përnderimin e më të spikaturve prej artistëve tanë të polifonisë në kalan e lëkursit. Bankieri Andor Vasili i hyrë në historinë e vitit 97 me aktin e shpëtimit të valutës së Bankës së Shtetit, do të nderohet ditën e nesme për shërbimet të shquara publike. Bashkë me të, titullohet mjeshtri i madh dhe mësuesi drejtuesi emblem i gjimnazit të Sarandës, e një herësh gazetari sportiv dhe autori i një kolane botimesh për historinë e sporteve të Sarandës, Gjorgji Vasili. Sporti do të jetë edhe në mbyllje të raportit sotëm, ai lloj sporti që vitet e fundit po jep identitet Sarandës dhe që është shahu, edhe në vitet e fundit shtrihëzët tanë që ende nuk mund të quhen të rinj, janë ngritur në podium e kampionësh. Eklea Omeri, pas suksesit të arritur javën e kaluar në Petrova së Malizzi, është shpallur të japë kampione kombëtare për femra në shat. Ndërkaq, një tjetër nxënës i arsimit ndërkombëtar, Kelvin Costa, në kampionatin evropian online të shallë, u klasifikua për fazën finale të grupit C. Klasisoj sporteve traditës në Sarandë, që dihet se janë noti dhe voleybolli, po i shtohet edhe sporti i shallë, i cili po gjen për hapit admirueshme dhe po evidenton talente që premtojnë shumë. Faleminderit për raportimin dhe për gjithë informacionet. Pra, ishim në rubrikën Java Raport Java në qyteti, ishim në Sarandë si çdo të premte ku mësojmë rreth zhvillimeve kryesore. Përshëndetje edhe për të gjithë miqtë që na ndjekin nga Saranda në këtë mëngjes.